E keni vrarë mendjen ndonjëherë se si një darkë në restorant arrin të jetë kaq e përsosur? E po, përgjigjja është se nuk bëhet fjalë as pak për rastësi. Në fakt, e gjitha është një shfaqje e mirëfillt, e orkestruar me një kujdes të jashtëzakonshëm, ku çdo lëvizje dhe çdo fjalë ndjek një skenar të padukshëm. Por, cila është formula magjike? Si ja dalin restorante të na bëjnë të ndjemi kaq mirë, sa gjithçka duket së rrjedh krejt natyrshëm, pas një pengesë? E po, përgjigja është shumë më interesante dhe strukturuar nga sa mund ta mendonim. Dhe ja ku e kemi. Kemi në duar një dokument të brendshëm, një manual shërbimi që i dikton stafit çdo lëvizje të vetme. Ky praktikisht është plani sekret që e kthen një vag të zakonshëm në një eksperiencë që mbahet mend. Le të zbulojmë bashkë se çfarë fshihet në këto faqe. Gjithçka fillon me një mision, një qëllim të qartë të përcaktuar nga menaxhimi. Kjo nuk është thjesht një punë e zakonshme, është një angazhim për të standardizuar përsosmërinë. Ideja është që çdo klient, pa përjashtim, të marrë të njëjtin nivel të lartë shërbimi, çdo herë. Kjo fjali e vetme, e shkëputur nga manuali, e përmbledh të gjithë filozofinë. Çdo rregull që do shohim më poshtë buron pikërisht nga ky qëllim. Fjalët kyçe këtu janë profesionale, korrekte dhe mikpritëse. Këto nuk janë thjesht fjalë të hedhura në letër, por janë shtyllat mbi të cilat ndërtohet e gjithë eksperienca. Ashtu si në çdo shfaqje teatrale, edhe këtu kemi role të përcaktuara shumë qartë. Në sallë janë dy personazhe kryesore që ndërveprojnë për të krijuar atë magjinë e shërbimit, edhe secili prej tyre ka përgjegjësi totalisht të ndryshme. Ajo që bie menjëherë në sy është ndarja e pastër e punës. Kamarieri është, le të themi, fytyra e restorantit, personi që komunikon, këshillon dhe menaxhon përvojën direkte me klientin. Ndërkohë, ndihmësi punon në prapaskenë. Ai kujdeset për të gjithë logjistikën, pastërtinë, rregullin, transportin, në mënyrë që kamarieri të jetë i lirë të shkëlqejë. Dhe ky rregull këtu është absolutisht thelbësor. Ai thekson një hierarki të rrept dhe shumë efikase. Për të shmangur çdo lloj konfuzioni, vetëm një person ka autoritetin për të marrë porosin. Kjo gjë garanton që komunikimi të jetë i qartë, i saktë dhe shërbimi të mos ketë asnjë vonesë. Tani, le të kalojmë tek akti i parë i kësaj shfaqjeje, mbërritja e klientit. Përshtypja e parë është gjithçka, dhe siç do ta shohim, asgjë, por absolutisht asgjë nuk i lihet rastësisë. Ka një protokoll të saktë që nis në momentin që hapet dera. 30 sekonda. Po, saktësisht kaq. Kjo është koha maksimale që i lejohet stafit për të përshëndetur dikë sa po hyn në restorant. Jo 1 minutë as 2, vetëm 30 sekonda. Kjo tregon një nivel të jashtëzakonshëm vëmendjeje dhe gatishmërie. Dhe ja sa e detajuara është e gjitha. Nuk është thjesht një përshëndetje e thatë. O jo, është një operacion i mirëfillt me 4 hapa të detyrueshëm. Kontakti me sy krijon lidhje, përshëndetja duhet jetë ngrohtë, pyetja është praktike dhe shoqërimi te tavolina është një gest respekti. Manuali madje thekson qartë, asnjëherë mos e trego tavolinën me gisht. Mirë, klienti është ulur. Tani fillon shfaqja e vërtet, zemra e gjithë shërbimit. Prezantimi i menys dhe marrja e porosisë nuk janë veprime spontane, por ndjekin rregulla shumë specifike, të krijuara për të drejtuar eksperiencën. Kjo shkon shumë përtej marrjes së një porosie. Kamarieri duhet të jetë një ekspert, një këshillues, duhet të njohë çdo pjatë dhe të ofrojë sugjerime. Dhe vini re rregullin kyç, minimumi një sugjerim për tavolinë. Ky nuk është një opsion, por një detyrim. Është një mënyrë për të ndihmuar klientin dhe, natyrisht, për të orientuar zgjedhjen. Ky protokoll duket i thjeshtë, por është thelbësor për të shmangur gabimet. Dëgjoj me vëmendje maksimale, shkruaj gjithçka qartë dhe hapi më i rëndësishëm, bëj një përsëritje të shkurtër për të siguruar që gjithçka është saktë. Kjo minimizon pothuajse në zero mundësinë e keqkuptimeve. Dhe ja ky shembull direkt nga manuali e ilustron në mënyrë perfekte. Është një frazë kaq e thjeshtë, por që tregon profesionalizëm dhe siguron që porosia që shkon në kuzhinë të jetë pikërisht ajo që klienti dëshiron, asgjë më shumë, asgjë më pak. Por puna nuk mbaron me kaq. Pasi vijnë pjatat, stafi kryen një punë të padukshme. Ata mbajnë tavolinën vazhdimisht të pastër dhe bëjnë një kontroll të shkurtër pas pak minutash për të siguruar që gjithçka është në rregull. Dhe e gjithë kjo bëhet me diskrecion maksimal. Ata janë aty, por pa qenë kurrë ndërhyrës. Por, çfarë ndodh kur shfaqja ndërpritet?
kur diçka shkon keq. Edhe momentet më të vështira janë parashikuar në këtë skenar. Manuali ka një protokoll të qartë për menaxhimin e ankesave, duke i paratos si një mundësi për ta kthyer një situatë negative në diçka pozitive. Kjo është praktikisht një masterclass në menaxhimin e krizave. Hapi i parë, dëgjo pa u mbrojtur. Hapi i dytë, trego empati duke kërkuar ndjese. Hapi i tretë, merr përgjegjësi duke ofruar një zgjidhje. Dhe hapi i fundit, përfshi menaxherin për të siguruar që çështja të zgjidhet në nivelin më të lartë. Prioriteti absolut është që klienti të dalë i kënaqur. Fundi i darkës është po aq i koreografuar sa edhe fillimi. Nuk është thjesht sjellja e faturës, jo, ka fjalë dhe veprime specifike që synojnë të lënë një përshtypje të fundit sa më pozitive. Pra, si sigurohet restoranti që klienti të largohet me mendimin këtu do të kthehem përsëri? Le të shohim hapat e fundit të këtij skenari të detajuar. Ja dhe një rregull tjetër i detyrueshëm. Kjo pyetje nuk është thjesht një formalitet, është një mundësi e fundit për të ofruar diçka më shumë dhe për ta zgjatur përvojën pozitive. Është ai detaj i vogël që tregon kujdes deri në sekondën e fundit. Dhe kjo ndoshta është pjesa më fascinuese e gjithë manualit. Skenari parashikon edhe lloje të ndryshme klientësh. Për vendasit, një ftesë ngrohtë për t'u rikthyer, për turistët, një urim i përzemërt për qëndrimin e tyre në qytet. Është një personalizim i vogël, por me një impakt të jashtëzakonshëm. Pra, tani që e dim sekretin, herën tjetër që do të ulemi në një restorant, le të provojmë të vëzhgojmë. A do të arrijmë të shohim lëvizjet e studiuara, fjalët e paracaktuara dhe atë koreografinë e padukshme që e bën një darkë të përsosur, sepse shfaqja është kudo rreth nesh. Mjafton të dimë se çfarë të shikojmë.